me Allahun subhanahu wa taala. Dhe kur kjo lidhshmëri kputet, pastaj nuk ka asnjë lloj përjetimi, as pasuria materiale, as bollëku në familje, as numri i madh i anëtarëve të familjes, as pushteti, as autoriteti, as bukuria, as gjë. Sado që dikush mund të shtiret, mund të paraqitet se është duke u kënaqur. Ai realisht është duke u kënaqur me disa harame mashtruese. Dhe ne e dimë që haramat janë shumë joshse, edhe janë mashtruese, por kënaqësia e tyre është e përkohshme. Për këtë arsye nuk ka njeri që kënaqet në mënyrë jo legjitime e të jetë krenar me atë që e vepron. Edhe nëse shprehimisht dikush prej tyre mund të shprehet se është i kënaqur, por në brendinë e tij, në përjetim, ai nuk ndjen krenari. Më tregoni mu, a keni dëgjuar ndonjëherë ndonjë hajn që thotë jam krenar që vjedh? S'ka. Ndonjë që merret me prostitucion dhe thotë unë jam krenar që merrem me prostitucion. S'ka, s'mund gjesh. Edhe nëse dikush mund ta bëjë një gjë të tillë, gjë që unë s'kam dëgjuar deri më sot, jam i bindur që gjitha akuzojnë me çmenduri. Thonë ky që nga i çmendur. A keni dëgjuar dikën që thotë unë jam i kënaqur me manipulimin e njerëzve? Nuk thotë sepse s'mund të ketë krenari aty. S'ka krenari në mashtrim, s'ka krenari në haram. Krenaria përjetohet vetëm në halal. Vetëm në lidhjen tonë të bukur dhe të mirë me Allahun subhanahu wa taala. Prandaj Allah thot, a keni pa atë njeri I cili zemrën e ka pas vdekur, dhe për një moment Allahu ja ka fut imanin, nurin në zemër. Edhe ky përmes këtij ndriçimi shpirtëror, ecë dhe I ndriçon të tjerët, në familje, në shoqëni, për shkak të devotshmërisë së tij, për shkak të përmirësimit që sjell në shoqëri, për shkak të zgjidhjes së problemeve, për shkak të minimizimit të ligësive, për shkak të gëzimit të njerëzve, për shkak të futjes së lumturisë në shumë familje dhe në shumë njerëz. Ky është ai nuri që Allahu po flet. Është sikurse shembulli atij njeriu I cili ka jetuar për kohë gjatë në errësira të shumta dhe s'ka pas mundësi të dalë prej tyre, vetëm se përmes një drite që duhet vinë nga jashtë, përmes një ndërhyrje që duhet vinë nga jashtë. E Allahu këtë ndërhyrje e ka bërë në zemrat tona pa na pyetur. I ka zgjedhë zemrat tona, na ka dhënë imanin, na ka dhënë dhuratën më të çmuar, më të vlefshme, na ka dhënë besimin. Edhe sikur gjithë botën me çfarë kanë te, ta peshojmë njërën anë. Dhe vetëm një sekond të jetës tonë me iman, ta peshojmë në anën tjetër, besoni që kjo ja mund. Besoni që një sekond I jetës sonë e mund një dynja me çfarë ka në te për gjitha bukurive, mirësive dhe pasurive që mund t'i ketë. Për shkak se gjithë bota është krijuar që ne s'paku një çast vetëm të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. S'paku po një sekond ta kuptojmë se ka Zot, ta ndjejmë se ka krijues,